në vazhdën e kontrollave gjatë datës 2 korrik në subjektin ose fabrikën e përpunimit qumshit Vita në Istok, vazhdon procesi inspektimit të përbashkët me njësit tjera inspektuese në subjekt. Inspektimi është bërë si kërkes e vendimit të ministrit, i cili është zbatu gjatë ditës, do më thënë gjatë orarit. Sa i përket ciklit të inspektimit, inspektimi ka shku, u konë edhe shumë transparent këtë herë, tërkohën e kem pas kamerat rreth veti, dhe është në proces të pritjes rezultateve nga laboratori. Diçka tjetër nuk e kisha ndiku para se të komunikojmë rezultatin përfundimtar të gjetjeve nga laboratori i ushqimit dhe i veterinarisë. Inspektorati AUS e ka proces verbalin e inspektimit dhe konform proces verbalit deri në mbritjen e mostrave nuk do t'i komunikoj gjetjet. Në përgjithësi, operatori na ka ofruar neve qasje në çdo hapësirë apo në çdo vend. Sa për sqarim të opinionit, fabrika i ka 2 linja të përpunimit, njërin e ka vetëm me qumsht freskët, dhe është e ndarë fizikisht nga pjesa tjetër ku bëhen prodhime të tjera. Konkretisht fjala është për holla dhe barista, të cilat prodhohen në fabrik është një kohë e gjatë dhe gjendën në treg janë prezent. Procesi i regjistrimit të këtyre fabrikave që përpunojnë përveç fabrikës, domethënë përveç qumshit freskët edhe produkte tjera me origjinë joshtazore, më saktësisht vajin e palmës, nuk është bërë në Republikën e Kosovës, domethënë. Me publikimin e vendimit të ministrit është procedura dhe koha kur operatorët duhet të regjistrohen dhe të bëjnë të gjitha procedurat që i lejojnë atyre. Domethënë nuk e kisha potencoj prapë që gjetjet e inspektoratit janë në proces verbalin dhe nuk e kisha komentuar janë të duhura apo jo të duhura. Do ta publikojmë kur vjen rezultati i analizave, do t'i tregojmë edhe ato domethënë. Potencoj prapë. Operatori i ka të ndarë 2 linja të ndara fizikisht dhe produktet në origjinë bimore nuk kryqëzohen gjatë prodhimit njëra me tjetrën. Na si komision kemi konstatuar në bazë të gjetura të inspektorëve që kanë pasur në teren që subjekti në fjalë ka thyer vendimin e ministrit të datës 10 maj 2026 ku ndalohet përdorimi i qumshtit plur, vajt palmës, hirës dhe gjërat e tjera në fabrikat e përpunimit të qumshtit. Kjo është konstatimi fillestar i komisionit, kurse se për hir të korrektësisë të opinionit edhe disa portaleve që po shkruajnë që kemi qenë gjithë prezent në inspektim, nuk është e vërtet, për arsye se unë personalisht edhe pse jam kryesuesi i Komisionit të Monitorimit, nuk kam qenë në inspektim fabrik Mana, kam qenë veç zyre, edhe 5 zyrtarë tjerë të ministrisë nuk kanë hyrë pjesën e prodhimit. Tjerë që kanë qenë kompetent edhe që binë fushën e tyre, kanë bërë inspektimin edhe kanë bërë konstatimin e vetë.